Shoku që një arabe kish marrë me regullu apo stafat dish periota për parking kjotave. Edhe një unë a bëjke qështu, një ta dhejt qështu, aja bëjke kështu, ta krejt qështu. Edhe na ka me po shumë t'jashtit, shumë turista në Durrës sidomos, po ankohen që shqiptarët e Kosovës më ka që për frekuentojnë shumë Durrësin. Sa do që t'ket nga vendet tjera, sa do që t'ket nga vendet tjera, vendet që janë më shumë nga Kosova nuk mund të zënsoj askush. Nxel, po. Halla, tezet, këtë të mësil në rrethën deti, që shkanë Maraka din. Po, mbas Kosovës janë italianë. Tani ti ne pretendon të vini shteti huaj më shumë se ti Kosova. Përshëndetje mislemi nga unë Arlindi, edhe nga Nga unë Artoni. jena ardhë sot do më thonë në Durrës, pja nisim për Durrësit, a? Ja, për Ulqinë. Për Ulqinit. Jena në Durrës, Durrës e na. kem ja nisë. Qysh përshqit këtu mrapa me edhe Artonit, që ka punime, këtu ma herët u konë porti kur është importu malli prej Italisë, ose Greqisë, ose Francës, për këtë që në ardhën stacionu këtu kontinjerat edhe në nalë, edhe njerëz në ardhën kanë marrë mallin këtu, po tash prej këtu të shoko që një arabe kish marrë me regullu këtë pjesën këtu që ka me bu apo stafat dish periota për parking kjotave. Kjo pjesë ka mu transferu në atë pjesën anena të portit. Ato vete për të dalej. Pra, shikus të mi, jemi në Durrësin tonë shqiptarëve dhe ketë kudo që gjindem, je dini vetë. Na, Durrësin s'mujmë na pa Durrës, pushimet verore i kalojmë në Durrës, kur vim me shkolla vim në Durrës, do me dhe shumica e shqiptarëve ju mësu muljanë në Durrës. A din, edhe e kanë mësu në otin në Durrës. Edhe dim që deti ma i frekuentum për familjarëve dhe shqiptarëve është kështë Durrësi. Jena hi mulja, pak jena hi mulja një 2-3 minuta edhe jena dole pet, se... Shumë i cekt, këtë pjesën kënina. Po, Artoni do më thonë u shku djenja 50 metra larg, halo që të uj biki uj. para menota është sa fellë është të. Mas jena këtu në plazhin e Durrësit ja vlen me cek që plazha shumë e paqt. Që mos kjo pjesa kënina. Kontat bërlogit, po ka më me thonë diko çdo 20-30 metra. Çdo 20-30 metra. E frekuentuar shumë për njerëzve, po shezllona nëse nuk ka bëj. Sa ke shezlloni më dje? 500 lek, a? Nëse nuk ka bëj diko shezlloni ke 500 lek, po dallej ke veni për venit. Do të thonë kjo pjesa këtu që konsiderom këtë pjesën e Artonit, është një pjesë e plazhës ku mund është marrë me vendos çadrën tone, edhe me himula. E kjo pjesa këne shezllona, do të thonë janë pjesë të hoteleve. Ti kom pasët me gjesë ishën pa që dhe t'jashtet, se vrejën këta t'jashtet pe helikopterit. Një 20 vete ishën pa bu qështu rem të plazhi, edhe një unë a bëjke qështu, një ta dhejt qështu, aja bëjke qështu, ta krejt qështu. Do me thonë 7 me gjesit ajo kështu, këta zdi hiq, a unë dzeshën e qka bëjshën, unë i qësha halo kafën pa e pi mirë qështu. Vlashko, na e na mësu si dalim pe hotelit. S'ki shka mund zeja të me bo stila. Edhe na ka me po shumë t'jashtit, shumë turista në Durrës sidomos. Këtu ku bëdel ke njerë një të vëlla po të merë ke mollin me një dikon të full shqip. Apo do në Rus, Folim na 2 shqip. S'ka nevoj me të marrë malli, folim na 2 me një tjetër shqip. Ja po, dyqysh pjesë shumë e frekuentuar kjo pjesa Durrësit edhe pe turistave tepër. E sidomos qaj farë Dubajani që kish mi pru do jata që tu e do sene ka me në ardhë këtë. Një me, për ata i nëzeti e normale, ata morën këtë nëzeti ju do këtë ftoftojnë, shumë ftoft këtu s'për nga pëlqen. Këtë, me që me muna pushe. Sa i përket Durrësit edhe shqiptarëve të Kosovës, është që po ankohen si këta që kanë shezllona në plazh, si këta që kanë restorane, si që kanë hotele, po ankohen që shqiptarët e Kosovës po ka që për frekuentojnë shumë Durrësin, edhe po na thojnë që a mundin me na pru klienta. E sa i përket për cilës klientave si dim, po na i kena prezentimin e plazhave më kallëzu që pasha zotin e madh as edhe një plazh në botë nuk është ma mirë se plazhet e Shqipërisë, sidomos ato që si kena taku hala që nuk e dim se qysh doken më po që presim e dim që ka me na mahnit në pomën e tyne. Po mërë ka shumë plazhet që si kena vizitu në për e të pare, kom vizitu Kontalaj, Valina, Vajina, Kuni, shumë plazhet. Shumë plazhet që si kësha pa vizitu kur një jetën tem. Po edhe nuk u konë koha qa që mira dit. A mos saj përket plazhës, tepër paqllak, shumë e pastër. Tepër se çdo 5 metra ki ka një kon bërllogit që shkon e gju njeri bërllogun.
Edhe normal ta knojt synin. Baila, 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 baila be, atë rumba te gitara, na myti dilli, o vlo. Shumë zhek pasha zotin e madha. Jemi halon Durrës. Durrësi, i kallëzojmë edhe më herë që është shumë i frekuentuar për njerëzve, edhe pse qeshori është herët, po prapë se prapë ka shumë njerëz. Që sa mi bëj rëngtina, qëra besan se... Veç kallëzëm akoma i sen që më rëngë keq mua. Asa allojmë këshirë ka jo ju dhem, shama bëke. Tu ma shit kapuqin këshë... Ja. Ajo, valla, mu më rëjnë mirë goti s'do sen. Që t'ju ka dzej një histori, se kam një histori. Pa ta hypën që si lojna, din që dhët me kop majmunin. Edhe qaq nalë t'u pa qua ajo t'u shku kështë dhe hop, edhe më paten mirë met. Respekt, të rizori. Ajni lo. Qaq nalë pa shkuaj majmuni, t'u dashtën e me kop e më mirë shirmetja pa ta njësë me kaj. Të një babja ka bo atina, a ka mundësi me nalë se më shkaj djalli. Po valoj, pasha zotin e marë po. Nëse ju pëlqen marrë ndeti edhe me shiju plazhën, a din kësi që ngrej njoni me motorë ti e mas, kështu të bu stila, që ku e keni ndërës. Po. Qella, knoqen. Gjirën me motor, po ti vish kime ullë do me thonë but, edhe vish kime shiju gjirën me motor. Këtë urdzu qamilja. Urdzu qamilja. A mi bë do petla? Tjetër që ti bëj. Si je vlla? Prej Kosovës ke mordë? Vetëm për petlla. Arlidi gazetor, Artoni është aktor. Komedian. Ky Bigi është kolega jon kamerman. Qysh je vlla? T'ja kaloni mirë. A si ki vapa? Absolutisht. Jo. Ja. Po dhe sikur të kem bab, puna aty që kështu bie. Okej. A do mbik? Zdan. Apo na i bë vlla dy vene. Vetëm do mpresësh 2 minuta që të bëhet pak vaj. Okej. Bo çdo herë fresk? Po patjetër. Patjetër. Okej. Jo sa të nxehet pak vaj. Okej, Sa të në rregull. nxehet pak vaj. Nuk krymë sani. Apo ki pun? Po hajde më. Tani duke ardhur duke shluar, e se kanë kush e di po. Për momentin, a ka ma shumë vizitor të vendeve tjera apo për Kosovës? Së ti shet, besoj që e shet. Dëgjoj tash të them diçka. Sado që të ketë nga vendet tjera, vendet që janë më shumë nga Kosova nuk mund të zënësoj askush. Ja, harroj këtë muhabet, po ndjeta shi. Alzamën, pasha zonë. Po jemi një komë burqa të Fiks. të jendë rezilja, po pse krahason ti? Po, mbas Kosovës janë italianë. Tani ti ne pretendon vini shteti huaj më shumë se di Kosova. Nuk është interesant marrë ndeti dhe mos më ngër petulla qasti. Ja, së është ai deti. Nuk është, S'ka kuptim. nuk ka kuptim. Fiks. Atëherë nuk... Sheqer pluni hedh apo jo? Patjetër. Okej. Atëherë nuk do të thosë se ke bërë ta. O, të nxehta. Faleminderit, Gjaç, faleminderit edhe për Kemi punë të marr, truj zoti. Mos e lodh, kalo mirë. Respekte. Po. Nxeht, po. Shikues ndërëm ku ka pjesë e lojnave për fëmijë. E dim që vija e pare e plazhës ka shumë resorte, sidomos Durrësi, resorte pa kufi. Pi fillimi deri në fund. Super venda, burë pasha loj, qërën gëmë ma ka burë, jo mësu me dollë jashtë vendit. A din, ishë ju përshimet, po në Durrës burë, pasha Perendin burë kësi bukurie, pasha Allahin Turkije mërë burë nuk e ki, pa pare mërë malan, ej, që shfar njeri fisnik a i burë, Turki ma kish bo burë, lirat mi aqit njerit. Opa! Na menum që është e blokume, po që të pas ka... menu, po Kena menu? eksploristik po si len me menu. 2 qito, 3 qito, u kryë bacë, që nuk ka filozofi. Pjesa që neve sash na duhet mu kthy, është për shkak se ura është e prerë së nkalojmë, në më thonë së minat pjesën atje ku kun barbiqi. Tash kjo kun barbiqa, kun klaba, kjo ka kun si pjesë e balkonit, pjesë e terasës. S'ka shansë me kalu, a? Ja, s'ka shansë.
Që Uj, mu pas me kanë gjithë lidh. një mënyrë në ndena kalaj, që s'moj du të më këthy. Kjo dhe E këtu ka uji, baba. Po kush është ai që vjen lot këtu se? Nuk e di kush e ka pas këta e kuj në akombish të në këtë vend me në shu. Pe paranoj rrethin që aty halla, tezët, këtë të mësil në rrethin deti, që shkan marak, a din. Bravo Fatmire moter, hajde du se reprezent. Të që Big jam. Misht të dashtën, si që përsheni mbrapa neve është plazhi i Durrësit, njëni prej plazhave që kosovarët tanë dashtën e frekuentojnë mas shumëti. Zalli i pastërt, uji i pastërt, edhe plazhet pastërta. Qëta e këna vrejt për Durrësin deri qëtash. Mikpritja u konë në nivel, dhe më thona kanë mikprit shumë mirë.